Nga indeks online, zoti Tahiri, është që vendimi për krerët e Shtrisë Shqiptare të Kosovës do të shtyhet deri më 20 korrik. Pra paralajmërimi ishte në fund majit që mund jepet, po shtyhet me 20 korrik. Kjo nuk është konfirmuar, por gjithsesi është një paralajmërim që nëpër konjunktura është duke u dhënë gjatë të gjithë kësaj kohe, gjatë ditëve të fundit. Çfarë nënkupton kjo në raport me natyrisht pritshmëritë? Drejtoria jemi neve, jemi ata. Faleminderit shumë se Në konsideroj që Hashim Thoshi, Kadri Veseli, Recep Selimi, Jakub Krasniqi janë personalitetet më të mëdha të vendit. Janë personalitetet që po vazhdojnë me pagu kostën e lirisë dhe shtetit që sot egzojmë gjithë na bashkarisht, edhe këtu jemi të lirë, flosëm tema e çështje të ndryshme. Pro janë mbi partinë, janë historia, janë identiteti, janë krenaria e këtij vendi, janë krenaria e këtij kombit, andaj gjithë bashk lutemi e angazhohemi maksimalisht që ata të vinë në vend lindjen e tyre, të vinë te familjet e tyre, qysh janë triumfues, qysh janë të postër dhe drejtësia të triumfoj. Pra besojmë te drejtësia ndërkombëtare dhe besoj shumë që aja do të triumfojë e vërteta, sepse ata kanë qenë në onën e drejtë, historia jonë është e drejtë dhe nuk konsideroj që nuk duhet goxojt mendoj askush që ta ndryshojë historinë tonë të lavdishme. Të falenderoj shumë që ishe bashkë me neve sonte në Politiko dhe faleminderit shumë juve. Ishte me të vërtetë nxehtë në kuadër të debatit pro dhe kontra, por gjithsesi natyrisht ishte gjithçka në funksion të argumentit, pavarësisht qëndrimeve dhe pikpamjeve. Falenderoj shumë zotin Drenori, zotin Nxani dhe zotin Shala, sidomos për angazhimin e tij pa shoq, por njëkohësisht edhe shikuesit, sidomos ata që bën pyetje direkte, analistë e jashtëm që i kemi në Politiko, të cilët unë i vlerësoj shumë. Kjo nuk do të thotë që juve që s'keni bërë pyetje si ju vlerësoj, për arsye se emisioni bëhet për gjithë juve, emisioni bëhet për shikuesit. Natën e mirë.